Kërkesa e bizneseve dhe protestuesve ishte mjaft e qartë mos e shtrenjtoni rrymën. Tashmë kanë arrit në vendin e ngjarjes edhe njësia speciale. Tek Veterniku, domethënë hyrja që e lidh Ferizajin, Gjilanin, disa komuna për me hinë në komunën e Prishtinës. Bizneset e mëdha ato prodhuese kanë dalë me protestuesët me blloku rrugën, por faktikisht janë leju sipas ligjit me i blloku vetëm 2 shirita të rrugës që i lidhin komunat e tjera për hyrje në Prishtinë. Këto biznese janë duke protestu për shkak se ju ka bu e detyrueshme me dalë në treg të hapur për furnizim me energji elektrike, që do të thotë shtrenjtim i rrymës për gjitha bizneset prodhuese. Të shohim nëse mundemi me marrë ndonjë pronar të ndonjë kompanie prodhuese ose ndonjë punëtor që ka dalë, sepse edhe punëtorëve ju rrezikohet edhe puna shkaku i shtrenjtimit të procesit të prodhimit, edhe kjo mundet me shkaktu pasoja të gjata nëpër kompanitë prodhuese. Po, jemi pe komunës Gjilanit. Keni ardhur sot sa punëtor? Kena ardhur në për kohë domthon na Bergin në numër i madh, nuk e di saktë. Vjetra punëtor domthon keni ardhur. Po, jemi këtu. Çu komentoni vendimin e ZRE-s për me dalë në treg të lirë dhe me ushtrejtu rryma, domthon edhe për bizneset prodhuese? Po keq valla, vendim shumë i keq për ekonominë, për industrinë hala mas keqti. Kompania ku ju punoni mirët me prodhimin? Prodhimin e metaleve, domon, ndërmarrja e në Gjilan. A mundet sa punëtori jeni përafërsisht? Po, nuk e di saktë, tyve veç Bergi, një numër Bergi i madh është. Okej, a ka lënë 100 nështë? Po, me siguri e ka lënë. Sa mundet me ndiku shtrejtimi i rrymës edhe tek punëtorët? A ju prek edhe juve? Po, na prek edhe neve ekonominë, domon, ekonominë familjare prek shumë. Këtë vena rok, na jemi në kundërshtim me këtë vendim. Edhe do të mundohemi me protestu sa të mundemi që mos më fuqizu domon këtë vendim. Të shifni edhe vetë, fotografia tregon mas mirë sa ka pjesëmarrëse dhe sa është serioze kjo. Po, pati pak tensione mes punëtorëve shkaku që ju kërkojke prej policisë me liru? Jo, do të me lirue, absolutisht për shtaj dhe erdha vetë, personalisht me lirue 2 troka, gjithçka ka më vonë të akordim me policinë. Po. Janë mjaftueshme 2 troka kanë me met, është të zhvillu ushtrimi defender, nuk jena me publiku, jena vetëm shaj me shprej pak knasinë, është protestë pasore. Zyrtar policor tashmë janë duke e dhënë vërejtjen e fundit ndaj protestuesve për me liru 2 shiritat për me lëviz automjetet. Në të kundërtën, me siguri do të ketë ndërhyrje edhe nga njësia speciale cila vetë se ka arritur në vendin e ngjarjes. Po e komentoni sot mbledhjen e bizneseve, domethënë edhe vendimin e ZRE-s për me dalë në treg të lirë këto kompanitë prodhuese të mëdha. Po shumë i drejtë, që ka më herët, shoku se ndikon direkt në ngritjen e çmimeve prodhimeve tona. Normalisht, a ka me ndiku edhe në jetë të punëtorëve? Sigurisht që po. Shtrenjtimi i rrymës domethënë ndikon në çmime, ngritja e çmimit bëhet. Jam Egzam Kastrati, prej komunës Kamenicës, fabrika Bloka Brikos. Okej, sa punëtorë jeni në kompaninë e juaj përafërsisht? Besoj 90 këtu pona. Do të thotë shtrenjtimi i rrymës edhe dalja në treg të lirë ka me ndiku direkt në kompani? Po, gjithçka se na jemi kompani që shpenzojmë shumë rrymë, edhe shtrenjtimi i rrymës tash çush po flitet për 2 herë gjysmë na ndikon shumë, ka koste të mëdha. Normalisht, a mundën me ndiku edhe tek punëtorët, për shembull me u shkurtu stafi ose diçka? Po ndoshta me kish më ardhe kjo se ajo parë që shpenzohet, vend që me rrit numrin e punëtorëve na smumi me rrit për arsye se duhet me pagu shpenzimet e rrymës, sepse ata kanë më shtrejtu. Koha ka me tregu këto, po sido që tjetë shtrejtimi i rrymës në këtë sasti kaq të madhe nuk është e mirë për bizneset e Kosovës. Tashmë vetë se ka filluar shpërndarja e protestuesve pjesëmarrësve që kanë në protestën këtu në hyrje të Prishtinës në Veternik, pra që vinë nga komunat e Gjilanit, Ferizajit dhe komunave të tjera ndërlidhëse. Sipas asaj që kemi mësuar prej bizneseve, edhe prej prononcimeve që i keni pa, po edhe prej asaj që bizneset edhe menaxhmentet e bizneseve prodhuese në Kosovë na kanë thonë mbrapa kamerave, shtrenjtimi i rrymës ka me i prek direkt në palcen e bizneseve. Kjo sepse një kompani që ka pagu diku në rreth 400.000 euro në muaj për energji elektrike, tash do të paguaj diku në mbi 1 milion euro, dhe kjo është shkatërruese për këto biznese. Njësia speciale, edhe pse ka ardhur në vendin e ngjarjes ku ka qenë diku mbajtur protesta, nuk ka pas nevojë për reagim, pasi që protestuesit kanë respektuar kërkesat e policisë
për të liruar dy shirita të rrugës prej Veternikut në hyrje të Prishtinës për të lejuar qarkullimin e automjeteve. Kërkesa e bizneseve dhe protestuesve ishte mjaft e qartë, mos e shtrenjtoni rrymën.